113 vjetori krijimi të Policisë së Shtetit u kremtua edhe në Lezhë. Në memorialin e efektivëve të rënë në krye të detyrës u ngrit flamuri si dhe u vendosën kurora me lule, ndërsa pjesë e aktivitetit ishin drejtues policie, punonjës dhe ish punonjës, familjar të rënëve dhe autoritete lokale. Në fjalën e tij para të pranishmive, drejtori i Policisë Vendore të Lezhës, Islor Islami, tha se kjo ditë na tregon rëndësinë e uniformës që mbajmë, ndërsa këtë ceremoni e përshëndeti edhe prefekti i Qarkut Lezhë, Taulant Malshi, i cili vlerësoi rolin e uniformave blu në shërbim të komunitetit. Në këtë 113 vjetor të krijimit të Policisë së Shtetit, shpreh një mirënjohje më të thellë për gjithë punonjësit e policisë për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdi dëshmorëve të dheut, nderimi i përjetshëm për dëshmorët e Policisë së Shtetit, që dhanë jetën në kryen e detyrës, duke lënë pas një trashëgimi, guximi, devotshmërie dhe besnikërie ndaj dheut dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërrëfyes për çdo punonjës të Policisë së Shtetit. Mirënjohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Ky është një moment reflektimi dhe mirënjohje për gjitha brezat e strukturave të Policisë së Shtetit, të cilat ndër vite kanë kontribuar me përkushtim, profesionalizëm dhe devotshmëri në zbatimin e ligjit dhe gjithashtu edhe në rritjen e gjithë parametrave të sigurisë publike në territor. Këtë ditë është momenti edhe për të përkujtuar të gjithë ato efektiv, të cilët dhanë edhe jetën krye detyrës, duke pasur si mision të tyre mbrojtjen e rendit dhe të sigurisë publike të gjithë bashkëqytetarëve tanë. Në veçanti duhet të theksoj punën dhe angazhimin e gjithë strukturave të detyrisë vendore të Policisë Lezhë, të cilat me përkushtim të vazhdueshëm, me ndjenjë të lartë përgjegjësie, kanë qenë pranë banorëve të Qarkut. Njëkohësisht duhen falendëruar të gjitha strukturat edhe për bashkëpunimin me gjitha institucionet si vendore dhe qendrore që ushtrojnë aktivitet në territor për kryen e detyrave të tyre funksionale në shërbim të qytetarëve dhe gjithë banorëve të Qarkut Lezhë. Si prefekti i Qarkut Lezhë, dua të shpreh mirënjohjen dhe mbështetjen e plotë për gjithë strukturën e Policisë së Shtetit dhe për çdo efektiv policie i cili kryen me devotshmëri, me ndershmëri punën e tij dhe në respekt të ligjit. Në këtë përvjetor të policisë, drejtori i përgjithshëm Ilir Proda vlerësoi me certifikata mirënjohje 2 punonjës policie, komisare Alda Prela dhe Bujar Mata, për shërbime të dalluara dhe profesionale në shërbim të komunitetit.